Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e premte, do ta shënon 24 tetor për vitin 2025, pari duke ju uruar të gjithëve një ditë pse jo dhe një fundjavë të mbarë, sepse tek e fundit e premte jemi me programin e mëngjesit, do të jemi që nga ky moment edhe deri rreth orës 9. Me gjitha rubrikat e përditshme patjetër si çdo ditëjavë pra nga e hëna në të premte, ndërsa të shtunën me themi në një farë mënyrë kemi pak kohë për të biseduar më shumë edhe me njëri tjetrin. Edhe gjatë ditës sotme, edhe në programin e kësaj të premte, do të shohim së bashku titullorisor të gazetave për sot, që patjetër kanë një interes zhvillimet më kryesore në mediat e rëndësishme online, që kanë bëjnë edhe me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Do të bisedojmë për temën e ditës në lidhje me një raport të OSBE-Odirit për zgjedhjet, me sa ju keni parë dhe lexuar në një farë mënyrë le të themi si ju duket, ndërsa në rubrikën tema e ditës, pra në hapësirën e të ftuarit, do ndalemi pak tek ekonomia, tek këto ndryshimet në buxhetin e shtetit për vitin 2025 edhe me gjithë tek ajo pjesë që besoj na intereson më shumë tek pensionet, pra tek pensionet edhe tek çështja e bonusit, por ndërsi edhe pensionet çfarë mund dhe çfarë duhet bërë me patjetër me një ekspert ekonomie. Përpara se të nisim pasqyrën e shtypit në numrin e kësaj të premteje për datën 24 tetor të vitit 2025, shohim pak së bashku shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë sot. Gjatë ditës së sotme në orën 9 mëngjesit pritet që ketë një protestë para Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, është koalicioni shqiptar për të drejtat në punë që fton edhe mediat të jenë e pranishme. Është një protestë solidarizuese në mbështetje të sindikatës së punonjësve të sektorit të hidrokarbureve dhe të naftëtarëve të Marinzës, të cilët tashmë ndodhen në diçka më shumë se 10 ditë grevë urie. Aulon Kalaja ish kandidat i Partisë Demokratike, koalicionit opozitar në qarkun e Durrësit, sot rreth orës 11 do të jetë i pranishëm në gjykatën kushtetuese, ku do të paraqesë një kërkesë për shfuqizimin sipas tij të nenit antikushtetues që i pamundson kandidatit, jo thjesht kandidatit Aulon Kalaja, por çdo kandidati të mundshëm në zgjedhje, hapjen e kutive të votimit dhe rinumërimin dhe kundërshtimin e rezultatit. Ai kërkon shfuqizimin e vendimit të kolegjit zgjedhor që nuk e legjitimoi si kandidat për të kontestuar rezultatin zgjedhor, por ankimimet sipas kodit zgjedhor duhet të bëhen pra si forca politike dhe jo si kandidat personal. Këtë ankimim bën Aulon Kalaja, i cili ka ankimuar rezultatin në qarkun e Durrësit, por që nuk rezultoi fitues. Shohim njëherë në këto momente pasqyrën e shtypit, e nisim me gazetën Panorama, ndalemi në zhvillimin kryesor dhe më pas do të shohim patjetër gjithçka që pasqyrohet në faqen e parë. Edhe një herë për ata që ndoshta mbrin në këto momente në ekranin e Report Televizion. Jemi ditë e premte, data shënon 24 tetor për vitin 2025. Me gazetën Panorama do të jemi së pari dhe kemi në ekran kryeartikullin Konflikti i interesit, shkeljet e kryetatorit dy punësimi i Ilir Binajt. Ky është materiali kryesor, ka të tjera detaje që do t'i shohim në këto momente. Vetting, kryetatimori Ilir Binaj është në konflikt të hapur me ligjin pasi rezultoni dy punësuar në shtet si drejtori i tatimeve dhe tek privati si auditues në Crow LLT. Emisioni Vetting zbulon se Agim Binaj, babai i kryetatimit Ilir Binaj, zotron dy nga kompanitë më të rëndësishme në fushën e auditimit, TPA Albania SHPK dhe ACS. Ilir Binaj ka qenë aksioner tek të dyja kompanitë dhe në momentin që ka marrë detyrën tek tatimet, i ka shitur aksionet e veta. Shefja e ILDKPKI refuzon që t'i dorëzojë dokumentet këtij emisioni. Më tepër lexoni faqet 6 dhe 7. Zgjedhjet parlamentare, raporti final për raporti përfundimtar i OSBE-Odir, grupe kriminale kërcënuan votues dhe kandidat. Odir rrëzoi 14 majin, Berisha gati për betejën e votës së lirë. Okej, thuhet 14 maj me atë që mbaj mend zgjedhjen zhvilluar në 11 maj. Gjithsesi, nuk besoj se është ajo më e rëndësishme në këtë zhvillim. Ecim më tej, mbetemi në Panorama. Gjobat antiligjore ndaj prestigjit resort, ku vendi të hetoj rastin. Seancë dëgjimore me drejtorinë e tatimeve dhe Hysën Belliu Grup. Masa ndëshkuese
3 vite pas shembjes së resortit me urgjencë, transparenca dhe mbikëqyrja parlamentare për procedurat që janë ndjekur. Bonus i fundvitit, skema në 2 nivele, sa shpërblim do të marrin pensionistët. Detajet janë në faqen 11 edhe të gazetës Panorama, besoj është ajo për llogaritje që kemi bërë gjatë këtyre ditëve. Të përndjekurit, dokumentet për tërheqjen e këstit të pestë vijon lista e re. Shohim në këto momente rubrikat histori dosier, pak a shumë aty mund t'i kategorizojmë. Reportazhi nga Enver Kushi në Prevez, aty ku ruhet koleksioni pikturave të Ali Dinos. Libri i ri, ringjallja e Sejkove, persekutimi i 3 brezave, dëshmi të reja mbi historinë tragjike të familjes Sejko, dokumentet e ish sigurimit. Hapësira në faqet 16-17, pra eksaktësisht rubrika histori dosier. Opinionet e ditës janë këto. Profesor Edmond Panariti shkruan: naft, presion dhe paqe e pamundur. Absolutisht, me do i shkuptojmë nga faqe e para, apo nga titulli i opinionit ka të bëjë me luftën Rusi-Ukrainë dhe veprimet e SBA-ve. Edmond Panariti ka qenë një periudhë edhe ministër i jashtëm. Demush Shasha shkruan: sfidat e paqes që priti 3000 vjet. Dhe nga Albinot Maloku mund të lexoni: kur mali i zi nderon autorin e vargjeve luftë-nxitëse. Ishte gjithçka në Panorama, këto ishin zhvillimet kryesore në numrin e kësaj të premte në këtë të përditshme. Ecim me njerë dhe pa humbur kohë me gazetën Tema, që është e radhës. Në foton kryesore të së cilës, siç e shohim, është Sali Berisha, krye Partisë Demokratike, ish kryeministri, por do të ndalemi edhe në shkrimin që e shoqëron. Ne kemi këto në ekran, pozicionojmë gazetën. Sa do të zgjasë botoksi politik që Berisha po i bën opozitës? Dhe kjo është pyetja që shtrohet në një farë mënyrë, po dhe analiza. Sa do të zgjasë botoksi politik që Berisha po i bën opozitës? Mungesa e reagimit pas 11 majit. Pra në faqen 3 lexoni më tepër, po pikërisht eksaktësisht zgjedhja zhvilluar 11 maj, jo 14. Kryengritja armatosur e 14 shtatorit, ish kreu i Shish, u organizua nga Berisha, 3000 veta u përgatitën para vrasjes së Hajdarit. Bëhet fjalë për reagimet e Fatos Klosit, që për hir vërtetës eksaktësisht në këtë mënyrë i ka thënë këtu në Report Televizion, emisionin Repolitik së mbrëmjen e së mërkurës, dhe që sot pasqyrohen gazetën Tema. Jeni me duar në xhepa, Sali Berisha leksion deputetëve të rinj. E vërtet që e teprojmë me qëndrimet, por s'do lejojmë shkatrimin e parlamentit. PD-ja ka nisur dje programin për trajnimin e deputetëve të rinj. Zbulohet dokumente sekrete e sigurimit të shtetit, skandali në gjykatën e lartë në 1960, kur prokurori kërkoi dënimin me vdekje, kryetari i gjykatës dha pafajësinë e lirimin në sallë të KB, por unë spranova, dhe është rubrika histori dosier në faqet 10-11, pra në këtë të përditshme në gazetën Tema është në këtë hapësirë. Rama për BBC, kryeministri ka folur për radio BBC, duke parë si po shkojnë punët në Britani, jam i lumtur që drejtoj, pra që jam kryeministri i Shqipërisë. Antena brenda familjes, Mulis sqaron PD-n e Vlorës, pse ai i PD-s është tradhtar dhe ai i pavaruri është me PD-n. Pra edhe njerëz se ka një situatë në fakt në garën për Bashkinë e Vlorës, rubrika Antena brenda familjes, le të themi me ironi apo me satirë, Mulis sqaron PD-n e Vlorës. Pse ai PD-s së Vlorës është tradhtar? Sepse një që ishte Gjergj Nikan mos gaboj, që ishte antar i Këshillit i Partisë Demokratike, do të garojë më vete dhe quhet tradhtar, dhe ai pavaruri që mbështet Partinë Demokratike, ai pavaruri është me PD-n. Okej, një shpjegim besoj se kuptohet. Si u bë shoferi Arjan Dojës pronar i 25.000 metrave katror tokë? Opinionet e ditës me robazë shkruan: Berisha po u gëzohet konstatimeve, qeveria po u gëzohet rekomandimeve. Të gjithë duhet mbështesim me entuziazmin e Sali Berishës për raportin e OSB Odirit. Nga Veton Suroj mund të lexoni, ose më saktë Veton Suroj sjell shkrimin, analizën apo opinionin apo komentin me titull: Një i penduar që mbulohet nga heshtja dhe një i papenduar që vazhdon luftën nga varri. Dhe nga Lutfi Dervishi mund të lexoni: Plumbi që del nga goja. Me opinionet e ditës përfundojmë edhe gazetën Tema, edhe në këtë të përditshme patjetër ishim në numrin e kësaj të premte në prag të fundjavës. Data sot është 24 tetor, pra e vitit 2025. Kalojmë në dita
Gazeta Dita është e radhës. Zhvillimi kryesor në fakt ka të bëjë me raportin final përfundimtar të OSBE-dirit për zgjedhjet e 11 majit. Zakonisht në fakt jemi mësuar që forcat politike në një farë mënyrë në një raport mbi gjitha kur ka edhe shumë detaje e lexojnë sipas interesit të tyre, kështu që detaje analizë raporti Saliu dhe qeveria. Eksaktësisht edhe në Gazetën Dita kjo ide përcillet që pak a shumë çdo forcë politike e lexon raportin në mënyrën se si i leverdis. Edhe njërë detaj analizë, raporti OSBE-dirit, Saliu, pra se si e lexon Berisha dhe qeveria. Rroftë raporti se për të qenë në pushtet nuk është e nevojshme. PD po merr poste në pushtet nga jugu në veri, veç lejeve të ndërtimit granteve të tjerë pasi me Edi Ramën fitojnë të gjithë, sidomos Berisha. Edhe kjo është diçka interesante, në fakt ndoshta për të diskutuar edhe së bashku disa që kanë qenë zyrtarë të Partisë Demokratike në Partinë Demokratike po marrin poste në qeveri apo në bashki. Sipas OSBE-dirit, zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri u përballen me probleme të shumta dhe të ripërsëritura. Pse Saliu u gëzohet konstatimeve dhe qeveria u gëzohet rekomandimeve. Në faqe 2 dhe 3 është më tepër dhe mund të lexoni konkretisht. Harta e re territoriale ka sjell edhe një konfigurim të numrit të pensionistëve. Pse pensionistët e qytetit po shtohen dhe të fshatit po të kuren, çfarë ka ndodhur në harkun e 5 viteve me numrin e pensioneve urbane të pleqërisë. Nazisti identifikohet pas 84 vitesh, xhelati që shfaqet në foton mizore të vitit 1941. Është edhe foton këto në gazet, por në ekran nuk është se duket konkretisht. Si u zbulua nga një familjar dhe nga inteligjenca artificiale, vrasësi i shfaqur në fotografinë e njohur në brendësitë Gazetës Dita. Mund të lexoni. Analizë lufta. Përse Putini e kërkon me çdo kusht Donbasin, pra rajonin e Donbasit në Ukrainë. Përplasja drejtësia nuk ka paqe në KLP mes Sokol Stojanit dhe Mirela Bogdanit. Tabela e emërimit sistemit ju shtuan dje 42 gjyqtar të rinj. Vjoj me rubrikën e shëndetit, tash më besoj është një rubrike e përditshme, jo se nuk ka qenë rubrike e shëndetit, por vjen me më shumë zhvillime. Një përzierje e fuqishme kundër gripit, por kujdes me hudhrën. Një ilaç natyral për forcimin e imunitetit me arr, mjalt, limon dhe hudhër. Si ta përgatisim? Sekretet e trupit, përse kemi një dridhje në prag të gjumit. Dieta dhe nikotina, ushqime që pastrojnë mushkrin nga duhani. Shohim një tjetër material që ka të bëjmë me rubrikën e shëndetit. Sipas OBSH-s, pra sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 3 shenja që njoftojnë probleme në zemër. Hallet e brendshme të Emmanuel Macron, Franca mund të blokojë sërish hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të ishte dhurat për Marine Le Pen. Një alat i afërt i Emmanuel Macron pranon presidenti nuk e ka kapitalin politik për të avancuar çështjen e ndërsimit të Shqipërisë dhe të Malit të Zi, pasi ky hap do të forconte më tej ekstremin e djathtë. Me këtë zhvillim lëm pas edhe Gazetën Dita, kalojmë në këto momente në Gazetën Telegraf. Do të jemi me këtë të përditshme, numri i të premtes patjetër dhe si çdo të premte në Gazetën Telegraf, por së fundmi do të shohim edhe suplementin Pena Shqiptare me zhvillimet letrare kulturore. Kryeartikulli është ky dhe kemi në këto momente në ekran. Agjentët e licencuar nga BSH, pra nga Banka e Shqipërisë, sjellin paratë e kokainës në Shqipëri me sistemin kinez Havala. Disa operacione të SPAK-ut kanë treguar se pikat valutore të këmbimit kanë një rol të madh në dërgimin e parave të krimit nga shtetet ndryshme drejt Shqipërisë, përmes sistemit të njohur kinez Havala, i cili bën të mundur transfertat duke evituar lëvizjen fizike të parave dhe sistemin bankar. Pikat valutore, pra këto exchange-et, të cilat sjellin në Tiranë miliona euro, paratë të trafikut kokainës, grabitjeve dhe prostitucionit, veprojnë gjithnjë si agent të zyrave të këmbimit valutor dhe që janë të licencuar dhe që kontrollohen nga Banka e Shqipërisë. Ky është i gjithë interpretimi, më tepër lexoni në faqen 8. Flet profesor Edmond Panariti, bujqësia pa buxhet, pa zë e pa fondet e Bashkimit Evropian që ishin në oksigjen investimeve, kush po e braktis fshatin shqiptar.
Çmimet e referencës, ja sa do të kushtojnë pronat nga 1 janari vitit 2026, çmimet e reja për shtëpi, bodrume dhe garazhe në 12 qarqe. Abuzimet me financat, bankat në nënhetim për pazaret me sigurimin e jetës, ja si kompanitë e siguracioneve u kthyen në shushunje për qytetarët. Zhvendosemi në Partia Socialiste, ka disa materiale që le themi kanë ndodhur ditën e dieshme dhe pasqyrohen në këtë rubrikë. Kryeministri Rama, bashkitë të sjellin hartat e paketës së maleve brenda tetorit, amendime për lehtësimin e burokracive. Ministri Ervin Demo, paketa e maleve do të krijojë qindra vende pune. Manastiri me gratë në Kashar, fuqizimi i rolit të gruas në komunitet. Kolapsi në drejtësi, gjyqtari zvarrit dosjet e shqiptarëve, punoja në 3 vende njëkohësisht, nuk i zbardh dot vendimet, kam 600 çështje. Tjetërsimi pronave në Lals dhe vrasja e gjyqtarit Konomi. Mjekësi dosier është një tjetër rubrik në Telegraf, simptomat e stenozës së valvulës mitrale, pasojat që lënë në zemër dhe në mushkëri dhe receta për hipertensionin dhe kyçet. Nasho Bakalli, vajza kimiste vieneze me stërgjysh nga Voskopoja. Ahmet Demaj, Drashovica dhe 2 epopet e luftës së Vlorës 1920. Odir rrëzon farsën e 11 majit, zgjedhjet i fitoi Partia Shtet. Misioni i OSB Odirit ka përgatitur një prej raporteve më të errët për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri. Dita e zgjedhjeve ishte e qetë, por Partia Shtet krijoi avantazh të padrejtë, pati presione, stimuj dhe blerje votash. Votuesit e opozitës u intimiduan dhe mazhoranca përfitoi nga përdorimi i administratës dhe rrjeti i patronazhimit, ja gjetjet për KQZ-n Spakun dhe votimin e diasporës. Opinione, nga Cafo Boga, ish antar i AADF mund të lexoni. AADF dhe trashëgimia kulturore si përgjegjësi e shtetit. Zia Çela shkruan, më mungon një foto me Kadaren. Dhe në këto momente zhvendosemi në suplementin Pena Shqiptare me zhvillimet letrare kulturore, siç e përmendëm. Është një suplement që vjen nga Zënë Telegraf çdo të premte, pra një herë në javë. Nga Vili Minarolli mund të lexoni, kam qenë ambasador dhe asnjëherë aktor. Ben Blushi shkruan një histori e shkurtër e romanit tim të ri. Nga Jozef Radi, Pushteti i Plepit, roman që lexohet me një frym. Po ashtu mund të lexoni, mbyllet me sukses panairi në Frankfurt, kronikat e mjegullës nga Bashkim Hoxha shkëlqyen nën hijen e Shqiponjës. Ndritëroa golli, malli i par, arsinoi Zengo, dashuria e ka një emër, Klodi Stralla, manat e Boboshticës, Shefi Karifi, atë dhe uim, Mimoza Gjonja Lushani, për ata, Zia Çela, më mungon një foto me Kadaren, Mimoza Çobo, për ballat i buri, Digjem në heshtje, Riza Çato, diku, Ben Blushi, një histori e shkurtër e romanit tim të ri, Anja Toma, Vangjur Saro, Bledar Koçi, El Piola Luka, Paula Muçollari, Ilmiqa Zimi, Fatmir Mingul, Jagim Xheka, Majlinda Bushja, Vili Minarolli, Jozef Radi, Jagim Bajrami, Mark Rica, Izet Shehu, po ashtu shkruajnë dhe gjitha këto materiale i lexohen nga faqja 12 deri në faqen 21. Pra me gati 9 faqe suplementi Pena Shqiptare edhe këtë të premte në Telegraf. Kalojmë në Panorama Sport, gjejmë, marrim zhvillime sportive. E futbolli në vend së pari, pra ndeshjet e kategorisë superiore të kampionatit shqiptar të futbollit. Atanas Koski e Gnatja ka cilësi, ne jemi Partizani. Mbrojtësi, pra Atanas Koski, flet para kampionëve. Të kusht si shtëpi për mua, nder të jem këtu. Mesazhi për tifozët para ndeshjes së 100, do të luftojmë deri në fund. Kategoria superiore kemi në faqen e parë, java e 8, 24 dhe 25 tetor, pra sot dhe nesër. Sot luhen Vora Dinamo në orën 14, në orën 2, Vllaznia Tirana, klasika e futbollit shqiptar dhe Elbasani Bylis në 17 nesër, Partizani e Gnatja, Teuta Flamurtari të 2 në orën 17. Në kategorinë e parë, sot luhen këto ndeshjet gjitha në orën 14, në orën 2, pra pak pas mesdite, Iliria Korabi, Lushnja Polonia, Skënderbeu Besa nesër, Pogradeci Kastrioti, Kuksi luftëtari, Laçi Burreli. E kalojmë në këto momente në klasikën e futbollit shqiptar apo në derbin e Shqipërisë. Klasikja ora 17, Vllaznia për Aratin, Tirana kërkon ringjalljen.
Balaj, do të bëjmë gjithçka për 3 pikët. Bordin imagjinon armiq, i kemi të gjithë kundër. Analiza e Endri Vrapit, shkodranët favorit, ja si e dalin bardhe blut. Kundërbyrësit Gvozdenović Elbasani im, kthehet i vendosur fitoria si detyrim. Blut, Dinamo sfidon surprizën Vora, Bruno Dita shumë shpejt në krye, Dursakët e Uda gati për të treguar forcën ndaj vlonjatëve. Ecim tej, intervista Rustemi, flamurtari nuk ka as bosh dhe as identitet. Kategoria parë, Lushnja kërkon derbin, Apollonia mbetet pa trajner. Kombëtarja, rekordin na la pa botror, Shqipëria kërkon historin. Basketbol, skandali madh Bastesh, tunden prangat në NBA, pra në basketbolin amerikan. Zhvillim nga futbolli europian në këto momente dhe së fundmi, Itali, Allegri para Pizës, jemi me këmbë në tokë. Milan Pisa luhet mbrëmjen e sotme për Serie A. Milani momentalisht është kryesues. Spanjë, tifozëve quajnë tradhtar. Figo deklaron El Clasico e Realit, sepse të dielën 16:15 luhet Real Madrid-Barcelona në Spanjë. Në Angli, Liverpooli rigjeti veten, slot tani nuk mbahemi. Gjermani, kthimi Musialës, Bayerni merr frym pas sanktit. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport, e vjojmë pasurinë e shtypit me njerë dhe pa humbur kohë patjetër me faqet e rëndësishme online që do të kemë mundësi të shohim, duke e nisur me Shqiptaria.com, që është faqja jonë zyrtare në internet, cilën unë juftoj që ta vizitoni dhe të informoni mbi gjithçka në çdo moment, absolutisht me çdo detaj të mundshëm. Por jemi së pari me zhvillimin kryesor, është përditësuar lajmi në Shqiptaria.com dhe shohim në këto momente. Donald Trump, presidenti amerikan, ndërpret negociata tregtare me Kanadan, shkaku bën një reklam kundër tarifave doganore dhe presidenti amerikan ka deklaruar sjellje e tyre skandaloze. Në foto janë Mark Carney dhe presidenti amerikan Donald Trump. Ecim është rubrika në fakt minut pas minute me zhvillimet kryesore dhe ato që ndodhin pra eksaktësisht dhe vërtet minut pas minute. Politik, OSB Odir, skaner zgjedhjeve të 11 majit, konkuruese por mjedisi i polarizuar, garuesit s'kishin kushtet barabarta loje, bëni urgjent reformën zgjedhore. Po në politik, Kreshnik Spahiu, jurist i njohur, deklaron, raporti OSB-s as mish as peshk, zgjedhjet u njohën edhe në 97-ën me Kalashnikov e jo më tani. Kalojmë edhe në një zhvillim tjetër dhe në një zhvillim të fundit që do të shohim në Shqiptaria.com. Për efekt kohë, patjetër që disa prej zhvillimeve marrim në gjitha mediat online që shfletojmë. Tregjet në monitorim për abuzime, konkurenca kërkon që të ketë akses si spaku në telefonat e kompanive që heton. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore në Shqiptaria.com. Ne ecim më tej e vazhdojmë pasurinë e shtypit me kohën ditore. Do të marrim disa zhvillime nga rajoni, kur themi nga rajoni eksaktësisht në fakt nga Kosova, Republika e Kosovës, dhe jemi me materialin kryesor, nëse mund të quajmë edhe kryertikullin. Albulena Gjiu ka deklaruar sym në pazare nëse refuzojmë shkojmë në zgjedhje. Ka diçka të rëndësishme, i mandatuar për të kryer qeverinë që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, imagjinojnë Kosovë është Albin Kurti, sepse lëvizja vetëvendosje doli forse parë politike, por pas 2 ditësh, në mos gaboj, ndatë 26 tetor, le themi skadona Jafati për 15 ditësh për të krijuar qeverinë. Albulena Gjiu është nga lëvizja vetëvendosje dhe ka deklaruar që nuk hyjmë në pazare me partitë e tjera për të bërë koalicion dhe për të krijuar qeverinë. Nëse refuzojmë, shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Kjo është ideja me një shpjegim shumë të shkurtër. Formimi i qeverisë në pikpyetje, lëvizja vetëvendosje kritikohet për mungesë përpjekjesh për kompromis. Në një farë mënyrë ato që përmenda. Qytetarët dyshojnë ato që konsumojnë, në AUV thonë se s'ka produkte të dyshimta. Kronik ndëron deklaratën pronari kompanisë ku zbuluan 400 kg kokain. Shënë dhe disa zhvillimet të tjera që i kemi në këtë hapësirë të kohës ditore. Hyseni, Kosova s'mundet të shërbejë si vend që i mban njerëzit në kafaz. 70% lajmet e mbrëmjes, 70% e kosovarëve të shqetësuar me rritjen e kostos, 40% thonë se po jetojnë më keq se sa më herët. Kabashi, Kurti mund të jetë ofruar, Kurti mund të jetë vetë ofruar Britanisë, duke ditur se marrëveshja nuk do të ndodhë. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore dhe për vërtetës kuptuam diçka të rëndësishme dhe mbi të gjitha
në lidhje me mundësinë që do të formohet apo jo qeveria pra me qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje. Zhvendosemi në këto momente në Corriere della Sera, median prestigjioze italiane që jo vetëm zhvillimet në Itali, por pasqyron edhe zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare. Jemi në këto momente, në fotën kryesore është Vladimir Putin, presidenti i Rusisë apo presidenti i Federatës Ruse. Lufta në Europë, sanksionet amerikane ndaj Rusisë, Vladimir Putin sfidon Donald Trump duke cilësuar pra që është një akt jo i mirë, ai që ka bërë presidenti amerikan dhe kërcënon në lidhje me raketa Tomahawk. Nëse SBA-t i japin Ukrainës raketa Tomahawk me rrezet gjatë veprimi dhe Putin ka theksuar që ne do t'japim edhe përgjigje të njëjta nëse ato raketa do të përdoren. Kështu që ky është zhvillimi kryesor. Nga ana tjetër, Giorgia Meloni takon Zelenskin dhe ka një presion të Romës zyrtare për të bler armë made in USA, pra për të bler armë që janë prodhuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Tjetër zhvillim i rëndësishëm, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka bërë me di që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do t'i lejojnë Izraelit, le themi, aneksimin apo që të marrë Cisjordaninë apo bregun perëndimor, ndërsa Donald Trump ka deklaruar që do të shkojë vetë në Gaza dhe do të vendosun nëse do të lirojë Bargutin, që është një nga personazhet më të njohur të Hamasit, një nga drejtuesit dhe le themi nga personazhet më të njohur të grupit militant. Nga Corriere della Sera, së fundmi për pasqyrën e shtypit mëngjesin e kësaj të premteje, do të shohim edhe La Repubblica. Edhe La Repubblica, një tjetër media prestigjioze italiane. Kemi këto momente në ekran, zhvillimi kryesor në plan të parë është ai që ka të bëjë me këtë përplasje, po e themi në këtë mënyrë, mes Rusisë dhe SBA-ve. Në foto janë presidentët Putin dhe Trump. Lufta Rusi-Ukrainë, Putin paralajmëron perëndimin, sanksionet e SBA-ve janë një akt jo agresioni, por një akt pra që tregon forcën e perëndimit dhe ne do të reagojmë në lidhje me raketat Tomahawk, pra nëse ato do të jepen Ukrainës. Ky ishte zhvillimi kryesor dhe në lidhje me luftën në Ukrainë, pak a shumë ka disa zhvillime të tjera. Bashkimi Evropian, për shembull, në lidhje me asetet ruse nuk ka pasur një akord. Zelensky ka deklaruar apo i ka kërkuar BE-s që na jepni raketa dhe nga ana tjetër blerja e armëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës për Kievin ka një pressing apo le të themi një pressing në një farë mënyrë apo presion që po bën kryeministri i Italisë Giorgia Meloni. Këto ishin zhvillimet kryesore në fakt që plani i parë në zhvillimin në arenën ndërkombëtare ka të bëjë me luftën Rusi-Ukrainë, por patjetër që aktori kryesor në lojë në këtë rast është Shtetet Bashkuara të Amerikës me sanksionet e naftës ruse apo edhe Bashkimi Evropian. Ishte gjithçka për pasqyrën e shtypit ditën e sotme. Pak reklama, shumë shkurtimisht, të rikthehemi menjëherë për të vjuar me programin Shtypi i ditës dhe ju. Për gjithë ata që në fakt shumë shkurtimisht u bëjmë me dije që mezi presin edhe rubrikën na ishte një herë, pra me Shtypin e ditës si sot 31 vite më parë që ne po shfletojmë gjatë këtyre ditëve sepse kemi arkivën tonë. Dita e sotme, data 24 tetor e vitit 1994 ka rastisur ditë e hënë. Të hënën gazetat nuk kanë dalë në atë periudhë. Pra 31 vite më parë nuk kanë dalë në botim sepse e diela ishte pushim dhe gazetat hënën nuk dilnin në botim. Kështu që ka qenë një ditë pushimi. Nesër do rikthehemi dhe do të shohim pra edhe gazetën shqiptare dhe Koha Jone dhe Rilindje Demokratike dhe Zërin e Popullit, por patjetër i rastis për datën 25 tetor të vitit 94. Nesër diçka tillë. Në studio jam, në studio rikthyem, por do të zhvendosemi pa me drejt për drejta, minderes patjetër në rrugë të kryeqytetit, në lëvizje kemi Eldin nga Taxi Lux Albania për të parë jo vetëm për situatën me qarkullimin e automjeteve, por edhe atmosferën dhe si është dita e sotme në kryeqytet. Mëngjesi eksaktësisht. Eldi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj një ditë të mbar patjetër, fundjavë të mbar, po ashtu nuk di momentalisht ka apo jo rreshje shiu, gjithsesi është një ditë që do të karakterizohet nga rreshjet e shiut dhe kjo do të bëjë që të ndikojë në lëvizjen e mjeteve.
Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj gjithë të verë, pra fundjavë të mbarë. Aktualisht, unë kam lëvitur në shumë pjesë Tiranë, kam shkuar gati 6 kilometra, po krijohet trafik. Andi, këto 2-3 minutat e fundit pati një epërsit trafikut, të 3 akset kryesore ka lëvizje, si që për më të dhe duke qenë kohë me reshje shiu, gjithë janë përgatitur duke përdorur mjete, duke lëvizur shumë në Tiranë, si transportet publike dhe ato që disponojnë mjete në familjet e tyre, dhe kanë lëvizur dhe kanë krijuar situatë me trafik të treja për probleme, më shumë rruga Durrësit lidhje parë, duke ardhur me shumë trafik nga zona e Urës të Institutit Bujqësor drejt thesës Kanës, shumë mjete vinë nga Durrësi me drejtim Tiranës dhe shumë ngarkesë ka nga Pallati Meshigjeta deri tek ish sheshi Ponjës, është distanca gati 1.5 kilometër, që ka filluar që tani bllokimi, pra ka shumë lëvizje me trafik nga Pallati Meshigjeta në zonën e Unazës Madhe. Kemi kombinat Pallat Meshigjeta dhe këtu në shteti lartë i lëvizjes mjete, duke krijuar jo vetëm në 3 kryqëzime trafik, por edhe dalja e tregut ushqimor deri tek Pallati Meshigjeta ka ngarkesë krau i djallë. Kemi për momentin rrugën e Elbasanit, edhe këtu shfaqje trafikut pak më lartë se Vila Gjermane deri tek Fakulteti Ekonomik, pra besoj që deri në lidhjen e dytë do kapi zonën e Saugut deri tek Fakulteti Ekonomik, kjo është garantuar, për sepse ka shumë mjete që lëvizin edhe në rrugën e Elbasanit. Unaza mesme Andi po më çudit pak, sepse lana nga Shkoza, Pallat Meshigjeta dhe Anasjetas, pra bulevard Jean d'Arc, Gjergj Tuista dhe bulevardit Bajram Curi, për momentin nuk janë prekur nga trafiku, pra lana ecën rrjesëm, kush na ndjek këto momente, paktën deri rreth orës 8 mund ta përdori këtë segment, sepse është shumë është një alternativë mirë për të lidhur me zona si rruga Elbasanit dhe bulevard apo ura drejtorisë apo Vasil Çandro që janë gjitha të kalueshme. Ndërkohë që krau tjetër, nga farmacia 10 deri kryqëzimi i Donbosës kemi 3 kryqëzime me situatë trafiku të rënduar. Ferit Xhajko ka shumë ngarkesë sepse edhe kryqëzimi 5 Majit është një nga zonat të tregu industrial që krijon situatë trafiku dhe Reshit Petrela dhe rruga Sim Vokshi. Andi, unaza e vogël e Tiranës ka probleme si rruga Dibrës. Domethënë sa folëm bashkë kemi ecur jo më shumë se 100 metra nga zona e medreses dhe shoh larg kryqëzimin të Selvijes sepse duhen ca minuta tjera të afrohem kryqëzimit. Kështu që kemi 15 deri në 17 mjete, numri plot për lidhjen e parë, dhe hapësira është gati 60% e Tiranës ka krijuar situatë trafiku, sepse trakset kryesore dhe unaza mesme, një krah e unazës mesme dhe unaza vogël kanë probleme dhe trafik. Kështu që janë besoj lidhja ty deri akoma më problem nëse do ketë rreshje shiu. Elde, faleminderit shumë për momentin, me shumë interes patjetër, komunikimi tjetër së bashku rreth orës 8:30, sepse jemi të premte, por moti nuk premton shumë. Në fakt, për momentin e premte, sepse tendenca është edhe për dalë nga kryeqyteti. Faleminderit Eldi. Faleminderit edhe një herë Eldit nga Taxi Lux Albania, me një nisim komunikimin së bashku. Të shohim temën e ditës në ekran dhe mënyrën se si është votuar dhe në sondazh.tv. Në fakt edhe marrim bisedat në studio. Të paktën si temë ditë do diskutojmë për raportin final përfundimtar të OSBE-Odirit për zgjedhjet e 11 majit. Unë ju pyes shumë shkurt, shumë thjesht, me atë që keni ndjekur dje ndoshta gjithandej në media televizive në kronika, me atë që ndoshta ju keni lexuar në portale, lajme, gazeta etj. Si e vlerëson ose raporti OSBE-Odirit në një farë mënyra e vënë dyshim fituesin e zgjedhjeve të 11 majit. Mund votoni edhe në sondazh.tv. Në studio marrim një telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm dhe në numrin e WhatsApp bëni pjesë me video call në studio. Pra kur themi me video call që telefononi me zë dhe me figurë 69 60 13 649. Ja, ky është numri që kolegët në regji e vendosën në ekran. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjojmë me vëmendje, me kënaqësi. Hajde, përgjithshmja mirë, ju si jeni? Që mirë, ka hamshi, ka mirë, ka bot. Ashtu është, po. Më thuaj. Ki do, ka i godë ki dhe që e në rregull jemi. E në rregull,
Nuk ishte, okej, shiko, unë besoj që ju e pini në i gotra ki me kafe në mëgjes, duke ndjekur report televizion edhe duke ndjekur programin. Unë ndjekur report vazhdimisht, përse kura kini shkërtu i qishe ne më Kemi kohë sa të duash dhe kemi këtë mundësin që kur të duash telefonosh e me njerë në studio, kur duash telefonosh. Por jo, e ditë qëfar doja t'ju thosha që vërtet ka pak e keqe, po nuk ishte aq ftohtë kështu për të nxehur me një gotë raki. Po ti besoj e ke kështu shoqëruese të kafes. Jo, nuk ka ftohtë, jo, si kini nërë të do sobë të ndruve. Më thuaj, më thuaj. Më thuaj. Për sa për këtë raportit, mirë e kanë vlerësu ato raportin, mirë bë, Salia nuk i me kja asë dhe raporti, a ti përqenë vetëm raporti vetë, vetëm koka vetë, vetëm opioni vetë, nuk i me kjenë asë kryetarë partije, asë drejkë vetëm vetëm a i hojë menqëm, a i fitos gjellit. Pa nuk kam vjanë një vota, për vota që luftoj, dhe ti me dalë, di khe miku, dhe me jashtë mu vota, kërë dio. Po nuk është punë se ka humat me 30.000 vota, me 3.000 vota, ka humat 300.000 vota. Dakor. Kështu që a i ka morë fune, i ka vdek, me nëmë, se nuk vjen më më pushtet, se t'ke djetë dhe vetë. Dakor, mirë, faleminderit për shëndes për... Shëndet. Faleminderit, shëndet ju rojë dhe unë familjarisht. Mirë mëngjes, se presim një tjetër opinion shumë shkurtimisht. Telefononi, bëni pjesë e programit. Urdhëroni. Alo? Mirë mëngjes, ju lutem, ulini pak zërin e televizorit. Mirë mëngjesi? Mirë mëngjes, ju lutem, ulini pak zërin e televizorit. Zërin e televizorit që të dëgjojnë në mirë të komunikojnë. Report televizioni jemi po ja drejt për drejt në studio në programin Shtypi i ditës dhe ju. Më thuaj. Si jeni mirë? Në përgjithësi mirë, ju? Edhe në mirë jemi. Më bëhet qefi, se sinqerisht shëndeti është mbi të gjitha dhe vjen i pari. Më thuaj atëre. Absolutisht. Më thuaj. Për çështjen e zgjedhjeve është tema, a? Po pak a shumë po mund të na thuash çfarë të dëshirosh. Le të themi mund të japësh çdo mendim që të duash. Po, mua nuk më duket e drejtë ata të Odieri dhe OSBE-s, që e kanë bërë atë raportin. Jo, ata e bëjnë se e kanë për detyrë. Po çfarë kanë shkruar në atë raport nga sa ke parë, ke lexuar, kë mbështesin më shumë, kë më pak? Asmish aspesh, po? Po, edhe kështu që në këtë kuptim, pjesë e parë jepet e drejta. Pjesën e dytë jepet opozitës. E drejta Sali Berishës. Në këtë kuptim unë nuk më pëlqejnë këto. Okej. Se OSBE-ja që kur ka filluar dhe më thënë zgjedhjet në Shqipëri, jo janë kështu, jo janë, nuk i vjetë troqë, ashtu si janë. Okej. Nuk janë të mira, pse e bën kështu me dy faqe, një. E kuptoj. Nuk më pëlqejnë këto gjëra mua. Okej, diçka tjetër atëre shumë shkurtimisht nëse ke? Kam edhe një që jep një program ditë në enës, si e ka i që jep këtu, te juve. Në mbrëmje? Në mbrëmje, jarove e. Kolegu i Ilir Babaramo, 5 pyetjet, po. Po, a i nuk më përqen fare mua. Po pse më? A ju është Berishan, që de koka të kemë. Mirë. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Se cili... Po jo më të dëgjova, kolegu nuk është këtu dhe pastaj çfarë nuk mendojnë edhe për mua, keni të drejtë të mendoni. Unë nuk i gjykoj dhe nuk ju them edhe asnjë gjë. Sepse të krijohet një përshtypje, një ide, është me këtë, është me atë e tjera. Ajo që unë ju them, edhe unë edhe mbi gjithë kolegu Ilir Babaramo, jemi drejtues të programeve
rrethemi respektiv dhe bëjmë pyetjet tona në lidhje me gjithçka. Kjo është detyra jo. Nëse ne bëjmë pyetje të mira, intervista të mira, ngacmojmë deri në fund etj, atëherë ne kemi bërë detyrën. Pastaj dikush mendon që është me këtë, me atë etj, ne jemi me programin ton dhe jemi me shërbimin që u bëjmë qytetarëve duke pyetur dhe intervistuar më së miri. Kjo është detyra jonë. Presim e njerë bisedën në radhës në studio, diskutojmë raportin e OSB Odir për zgjedhjet, si e vlerësoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Zotëri, mirë se vini në program, ju dëgjojmë me kënaqësi. Kush jeni dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana, kënaqësi. Në Alidem. Nga zona Alidemit, po. Më thuaj, ju dëgjoj me vëmendje. Për zgjedhjet. Po, patjetër. Çat OSB dhe Odiri e japin lajmin që as mish, as peshk. Me dy faqe, tha zotëria. Po pra, që edhe këta të nxjerrin mësim dhe të punojnë, të mësojnë, të bëjnë. Qa të thonë ata? Zgjedhjet ishin mirë, se humësi ashtu do thotë, gjithmonë humësi, humës. Edhe sikur sot të bëhen zgjedhjet, prap ajo dihet. Që s'ka rrugë tjetër. Okej, keni diçka tjetër, ju dëgjoj, dakord, vërtet është, këto raportet kështu janë, sepse ata merren me gjitha detajt. Më thuaj. Kam një sugjerim tjetër. Patjetër. Në çështjen e bonusit që do japin këta për mëtëri. Po. Është një mendim jo i drejtë për mbi 200.000 lek, ose 205.000, 210 nuk e përfiton atë 50. Kjo është skandal. Ç'bëri kjo 200 e lartë 100.000, 200 e poshtë 150. Jo, po ta bëjmë me një vaj përfundje. Me bugura është për shembull se merr pension 195.000 lekë të vjetra e do të thotë bonusin e merr 150.000, merr pension 205.000, që vetëm 10.000 lekë të vjetra është kjo diferenca, edhe bonusin e merr 100.000 të vjetra. Po si do të ishte? Ajo që e ka 500.000, një lloj me mua, kjo nuk është mendimi drejt. Okej, mirë, të falenderoj. Të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, edhe i mirë pritur në program. Në këto momente do të ndjekim me shumë interes mbi të gjitha dhe me situatën se si ka nisur dita e sotme, parashikimin e motit, jo vetëm për këtë të premte, por edhe për nesër. Pra, vjoj me njënë me shtypi ditës dhe ju përpara se të rikthejmë në vëmendje disa nga titullarët të gazetave për sot, kombinuar patjetër me telefonatët, me bisedat në studio për temën e ditës. Ju vetëm juftoj që ndjekim gjithë së bashku parashikimin e yjeve. Pra, horoskopin ditor për këtë të premte dhe për datën 24 tetor. Dashi, në marrëdhëniet tuaja sot mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë dhe mirëkuptim, ndaj komunikoni hapur me partnerin. Në punë do të keni mundësi të tregoni talentin tuaj, por shmangni debatet e panevojshme. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të pamenduara. Demi, sot do të ndjeni të lidhur fort me partnerin dhe do të keni mundësi të zgjidhni keqkuptime të vogla. Në punë pritet një lajm i mirë ose një përparim i vogël që do ju jap motivim. Sa i përket financave, është mirë të bëni plana afatgjata dhe të shmangni rreziqet. Binjakët, marrëdhëniet romantike janë të ngrohta sot, por mund të lindë një xhelozi e vogël që kërkon qetësi dhe mirëkuptim. Në punë idetë tuaja do të vlerësohen, por keni kujdes nga premtimet e tepërta. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është koha të filloni të kurseni. Gaforja, dita sjell paqe dhe harmoni në jetën tuaj sentimentale, duke ju mundësuar të forconi lidhjen me partnerin. Në aspektin profesional, përqendrohuni në detajet dhe mos lejoni që presioni t'ju ndikojë. Ekonomikisht, ruani balancën dhe shmangni investimet impulsive. Luani, sot mund të keni një bisedë të rëndësishme me partnerin që do të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Në punë, kreativiteti juaj do të vijë re, por ruani profesionalizmin për të shmangur keqkuptime. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos e ngarkoni veten me shumë përgjegjësi. Financat janë në një fazë të mirë, por kurseni për të ardhmen. Virgjëresha, në dashuri pritet një ditë e qetë dhe mbështetëse, ku partneri do të jetë pranë jush në çdo moment. Sfidat në punë mund të kërkojnë më shumë durim, prandaj mos e humbni fokusin. Shëndeti mund të kërkojë kujdes ekstra ndaj lodhjes dhe ushqimit të shëndetshëm.
Ekonomikisht, është mirë të shmangni huat dhe të planifikoni shpenzimet. Peshorja, dita është perfekte për të kaluar kohë cilësore me partnerin dhe për të forcuar lidhjet emocionale. Në punë jeni energjik dhe të gatshëm të merrni iniciativa të reja, por mos injoroni këshillat e të tjerëve. Kujdesuni për sistemin nervor duke bërë pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë stabile, por nuk është koha për shpenzime të mëdha. Akrepi, sot do të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin, por ruani qetësinë nëse lindin mosmarrveshje të vogla. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer shëndetshëm dhe duke e shmangur lodhin e tepërt. Financat mund të përmirësohen, por është mirë të jeni të kujdesshëm me investimet. Shigjetari, marrëdhëniet personale kërkojnë ndershmëri, ndaj shprehni ndjenjat tuaja hapur dhe pa frikë. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të vlerësohet. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik dhe ushqimin e shëndetshëm. Financat kërkojnë vëmendje, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Britsjapi, sot do të jeni të hapur dhe të sinqert në dashuri duke ndihmuar në zgjidhjen e çdo keq kuptimi të vogël. Në punë keni mundësi të përmirësoni pozicionin tuaj përmes bashkëpunimit dhe ideve të reja. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe mos lejoni stresin të ndikojë në vendimet tuaja. Financat janë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të planifikoni me kujdes. Ujori, në dashuri mund të ndiheni pak të distancuar, por një bisedë e sinqert mund të zgjidhë gjithçka. Në punë të papriturat mund t'ju detyrojnë të jeni fleksibël dhe të përshtatshëm. Financat janë në nivel të mirë, por bëni kujdes me shpenzimet e vogla të përditshme. Peshqit, dita sjell harmoni në marrëdhëniet tuaja dhe mund të përjetoni momente të veçanta me partnerin. Në punë përqendrohuni në bashkëpunimin me kolegët dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë. Kujdesuni për shëndetin duke bërë aktivitet fizik dhe duke ruajtur balancën emocionale. Financat janë të qëndrueshme, por është koha të mendoni për investime të vogla. Vjojmë këto menda me pasqyrën e shtypit, shumë shkurtimisht për ata që ende nuk e njohur me titullet të gazetave, do t'u bëjmë dije në këto mende, por mund telefononi në çdo moment, bëni pjesë e programit. Në disa minuta do të kemi mundësi që të kombinojmë titullet të gazetave me bisedat në studio për temën e ditës e jo vetëm. Sot jemi ditë e premte, pra data është në 24 tetor për vitin 2025 me gazetën Panorama. Do ta nisim dhe me kryeartikullin për zhvillimin kryesor. Konflikti i interesit, shkeljet e kryetatimores, dy punësimi i Ilir Binajt. Kryetatimori Ilir Binaj është në konflikt hapur me ligjin, pasi rezulton i dy punësuar në shtet si drejtori i tatimeve dhe tek privati si auditues në kompani private. Pra, në faqe 67 mund lexoni edhe më shumë detaje. Zgjedhjet parlamentare, raporti final i OSBE-ODIR, grupe kriminale kërcënuan votues dhe kandidat. Berisha ka deklaruar gati për betejën e votës së lirë. Shohim të tjera zhvillime. Bonus i fund vitit, skema në 2 nivele, sa shpërblim do të marrin pensionistët, të përndjekurit dokumentet për të rreqjen e kostit të 5 vijone dhe lista e re. Do të shohim opinionet e ditës në brendësi, në këtë hapësirë do të kemi mundësi për që të shohim, jo në faqe 8 dhe 9, por zhvendosemi me opinionet në brendësi të gazetës Panorama, faqe 18-19. Kemi edhe një bisedë në fakt që po na pret një mik i programit, por vjojmë shumë shkurtimisht me opinionet e ditës për të përfunduar gazetën Panorama. Profesori Edmond Panariti shkruan naft, presion dhe paqe e pamundur. Kur gjykatët kthehen, ky pasazh është nga shkrimi i ditës djeshme, ka mbetur edhe sot. Në një epokë ku diplomacia po zvendësohet nga presioni ekonomik, sanksionet ndaj Rosneft dhe Lukoil nuk janë thjesht masa ndëshkuese, janë një sinjal i qartë se perëndimi po ndryshon paradigmën e vet të veprimit në lidhje dhe me Rusinë, deklaron Edmond Panariti. Pra naft, presion dhe paqe e pamundur, Panariti ka qenë edhe Ministri i Punëve të Jashtme. Kemi bisedë, kështu që zhvendosemi me të dhe më pasi rikthehemi shtypit të ditës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Stefan, të përshëndes, mirë se vjen në program. Faleminderit që na bashkohesh me zë dhe me figurë me këtë mënyrën e re të komunikimit. Ndodhesh në Tiranë apo në Bukuresht?
Andi kam edhe ditë, kam që me një datëm në Kostancë, se njerëzit e mi nga babaj. Okej, shumë mirë. Edhe që na pak një ndeshje shumë bukur, sa bukur ishte. Me Bolonjën, po, ndeshje për Europa League. Një pjesë e dytë të shkëlqyer nga ekipi serb Bukureshtit, por për pak keqësi humbja të ndeshjen. Po, Bologna fitoi 2-1. Më thuaj tani, nuk di ke diçka për temën e ditës apo nga këto problemet, hallet e përditshme që kemi ne këtu në Shqipëri? Da, hallet ka popull jo individët të anti. Në ç'kuptim? Edhe populli nga individ përbëhet, ë? Ka individ që jetojnë shumë mirë, ka individ që jetojnë... Ka individ që vuajnë për punë, vuajnë për një jetë më të bukur. Tema kush është, lutëm? Dje është publikuar raporti final, jo Sobeodir, nuk di me atë që ke lexuar, dëgjuar e tjerë, vendoset në dyshim fituesi ose le të themi zgjedhjet 11 maj e kalojnë klasën apo jo. Nëse të është dhënë mundësia që të lexosh, apo dhe diçka tjetër, bonus si fund vitit kemi diskutuar këto ditë për shembull, me disa opsione të mundshme. Po, më thuaj. Nuk e di si të dalë raporti, por unë them vetëm gjallë. Edhe 100 herë të tjera të bëhen zgjedhje, prapë Partia Socialiste e fiton. E fiton sepse Partia Demokratike me Sali Berishën, është non grata një rreth parë, është edhe bashkëkohët Amerikës e Anglia, ka 9 vete, pat shumë njerëz që jo të formuar politikisht, por duke ju afruar edhe të tjerë, i Klevis, Balliu, e tjerë, që përveç zhurmës të parlamentit nuk japin asnjë diçka tepër shoqërisë shqiptare. Edhe diçka me që ndoshta politika në na pëlqen më shumë, kanë filluar që ca që kanë qenë zyrtar apo dhe deputet PD-s, po kalojnë, po marrin poste, ku dëgjon drejtoresh spitalesh në Elbasan, me që ju e njihni atë zonë, apo edhe në bashkira e tjerë. Çfarë do me thënë kjo, se si e lexoni ju? Unë lexoj në shumënin e këtë gjë. Kjo është tregon që Edi Rama, si kryeministër edhe si i Partisë Socialiste, është lojtar dhe tjetë menaxhoi këtë. Ai po i merr ajkën e PD-s, edhe po i jep në helikoptere bukë në pozicione të ndryshme. Okej, dakord. Mirë, zoti Stefan, faleminderit. Të përshëndes, faleminderit që bëhet pjesë e programit dhe ju uroj ditë mbarë. Faleminderit edhe një herë, rikthehemi me Gazetën Panorama, shumë shkurtimisht do të shohim edhe 2-3 opinione që i kemi në brendësi, por me interes. Patjetër nga Albinot Maloku keni mundësi të lexoni. Kur mali Zin nderon autorin e vargjeve, kur ushtria të kthehet në Kosovë, të plotë lexoni në faqen 19. Zhvendosemi me shkrimin nga Demush Shasha, sfidat e paqes që priti 3000 vjet. Rreziku më i madh i dështimit politikës së Trump në lindjen e mesme është vetë Trumpi. Ai është i shkëlqyer për të marrë vendime të gënjeshme dhe të shpejta, të cilat shohin botën nga perspektiva finitive apo përfundimtare dhe e thjeshtëzuar bardhëzi, por ai vuan nga një mungesë e thellë e durimit, e urtësisë dhe e konsistencës që kërkon një proces kompleks i paqes, sikur është ai në lindjen e mesme, shkruan ndër tjera zoti Demush Shasha. Nga Andi Mustafaj mund të lexoni kopjat që pamundsuan modelin shqiptar. Këto ishin zhvillimet nga Gazetën Panorama, gjithçka në fakt në këtë të përditshme. Ecim me njëherë me gazetën Tema, që është e radhës. Folli kryesor Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, por shohim edhe shkrimin që shoqëron duke pozicionuar edhe gazetën. Mungesa e reagimit pas 11 majit. Sa do të zgjas botoksi politik që Berisha po i bën opozitës? Më tepër lexoni në faqen 3, ky është materiali kryesor në numrin e kësaj të premteje. Kryengritja e armatosëve 14 shtatorit i shkreu i shish u organizuan nga Berisha, 3000 vet u përgatitën para vrasjes së Hajdarit. Jeni me duar në xhepa, Sali Berisha leksion deputetëve të rinj, e vërtet që e teprojmë me qëndrimet, por s'do të lejojmë shkatrimin e parlamentit, ka deklaruar ndër të tjera. Një zhvillim në pjesën e sipërme, si u bë shoferi Arjan Dojës pronar i 25.000 metrave katror tokë.
opinionet e ditës në tema janë në faqe 8 dhe 9. Nga Lutfi Dervishi, mund të lexoni, plumbi që del nga goja. Konica nuk do të turpërohej sot, a i thjesht do të zhgënjehej duke lexuar lajmet e ditës, shkruan ndër tjera pra gazetarja në listi Lutfi Dervishi. Nga Veton Suroj kene mund si lexoni një opinion që është i ndarë në 4 pasazhe. Një i penduar që mbulohet nga heshtja dhe një i papenduar që vazhdon luftën nga varri. A i kishte zënë vend në një koltuk mes publikut dhe shikon të Trumpin duke ju folur burështetasve pas shpinës së tij si t'ishin zënës të së njëjtës klase dhe po qortoheshin. Dhe nga Merobaze mund të lexoni editorialin e ditës, shumë shkurtimisht, Berisha po u gëzohet konstatimeve, qeveria po u gëzohet rekomandimeve. Rekomandimi tjetër që të etiketohet si reklam politike çdo material filmik i partive ose qeverisë dhe të ndalohet transmetimi i tij si një lajm ose editorial i pavarur, të vendosen sanksione për shkelje, është çështje e medias më shumë se sa e partive, shkruan ndër tjera Merobazën në lidhje me raportin e OSB-ODIR. Kemi një tjetër bisedë, ndërkohë e përfunduam edhe gazetën Tema. Mirëmëngjes, përshëndetje. Andi. Mirëmëngjesi, ju dëgjojmë me vëmendje dhe me kënaqësi, më thuaj, mendimi juaj. Mendimi im për atë të ose bëhes me 2 faqe e kanë dhënë ata raportin. Që do të thot, me gjitha e kuptoj, po që do të thot me 2 faqe, shko, ata bëjnë një raport të gjitha detajeve dhe shkruajnë le të themi me përpikmëri çfarë ka ndodhur. Por okej, me 2 faqe. Po, një gjë. Po. Sikur të bëhen zgjedhjet prap sot, më u bë Sali Berisha nuk fiton 90 deputet pas në Edi Rama. Okej, dakor, po kjo mund të jetë një tjetër gjë dhe si kanë qenë zgjedhjet në tërësi me gjitha elementet është tjetër gjë. Dakor. Zgjedhjet kanë qenë shumë të mira, të qeta, edhe të gjithë pensionistët. Po. Ne nuk kemi administrat shteti. Po. Por votat ja kemi dhënë vetëm Edi Ramës, masu vot. Atere, nuk prish pun, jo, se lëvizje mëngjesi janë edhe në shtëpi, nuk prish pun, po atere, a je i kënaqur me bonusin, me këto shifrat që përmënden, se i pas ke dhënë votën këtë janë dhe nërë si të dhe. Bonusin do të datet barabarët Edi Rama. Gjithisoj, jo ca 100, e ca 200, e ca 150. Po edhe nëse do i kishin gjithë barabartë, 150 të vjetra për shembull, do të ishe i kënaqur, do i quaj mjaftueshëm apo si? Pyetje të bëj. Ora ne do ishim kënaqur të jepte në atë rrogën tramvajit ne. Pensionin e 13. Okej. Jo, pa problem, okej. Mirë, faleminderit. Faleminderit, respekte për ju, gazetarët më të mrekullueshëm të raport televizionit. Faleminderit, ju përshëndesi dhe vlerësoj. Me njerë, rikthehemi me shtypin me gazetën Dita. Jemi në këto momente, detaje dhe analizë. Raporti Saliu dhe qeveria. Ky është zhvillimi kryesor rreth të raporti, pra bëhet fjalë për raportin e OSB-ODIR, se për të qenë në pushtet nuk është e nevojshme. PD po merr poste në pushtet nga jugu në veri, veç leve të ndërtimit, granteve të tjerë. Pasi me Edi Ramën fitojnë të gjithë, sidomos fiton edhe Berisha, e ndër të tjera theksohet. Sipas OSB-ODIR, zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri u përballën me probleme të shumta dhe të ripërsëritura. Pse Saliu gëzohet konstatimeve dhe qeveria u gëzohet rekomandimeve. Franca mund ta bllokojë sërish hyrjen e Shqipërisë në BE, kjo është të themi edhe pyetja që shtrohet, do të ishte dhuratë për Marine Le Pen, hallet e brendshme të presidentit francez Emmanuel Macron. Harta e re territoriale ka sjellë edhe një konfigurim të numrit të pensionistëve. Pse pensionistët e qytetit po shtohen dhe të fshatit po të kuren, çfarë ka ndodhur në harkun e 5 viteve me nunin e pensioneve urbane dhe atyre të pleqërisë. Kalojmë në Telegraf në këto momente, menjëherë dhe pa humbur kohë në fakt që të shfrytëzojmë në maksimum gjitha rubrikat kohë që kemi ende në dispozicion. Agjentët e licencuar nga BSH, pra nga Banka e Shqipërisë, sjellin paratë e kokainës në Shqipëri me sistemin kinez Havala. Ky është zhvillimi kryesor. Disa operacione të SPAK-ut kanë treguar se pikat valutore të këmbimit kanë një rol të madh në dërgimin e parave të krimit nga shtete ndryshme drejt Shqipërisë përmes sistemit të njohur kinez Havala, i cili bën të mundur transferta duke evituar lëvizjen fizike të parave
dhe duke evituar edhe sistemin bankar. Flet profesor Edmond Panariti, bujqësia pa buxhet, pa zë, pa fonde dhe pa fondet e BE-s që ishin në oksigjen investimeve, kush po e braktis fshatin shqiptar. Çmimet e referencës, ja sa do të kushtojnë pronat nga 1 janari vitit 2026. Abuzimet me financat, bankat në netim mbi pazaret me sigurimin e jetës, ja si kompanitë e siguracioneve u kthyen në shushunje për qytetarët. Disa zhvillime nga Partia Socialiste, kryeministri Rama bashkisht të sjellin hartat e paketës së maleve, kolapsi në drejtësi, gjyqtari zvarri dosjet e shqiptarëve dhe ka thënë punoja në 3 vende njëkohësisht nuk i zbardh dot vendimet, kam 600 çështje. Odir zon farse në 11 maj, zgjedhjet e fitoi Partia Shtet, pasqyrohet edhe raporti OSB Odirit dhe suplementi pena shqiptare me zhvillimet letrare kulturore që gjeni si çdo të premte. Kalojmë nga Telegraf në Panorama Sport e më pas do të jemi me shqiptarja.com, me faqen tonë zyrtare në internet. Zhvillimi kryesor në Panorama Sport është ky që kemi në ekran. Atanaskoski, Egnatia ka cilësi, por ne jemi Partizani. Mbrojtës si flet para kampionëve, të kuq si shtëpi për mua, nder që t'jem këtu, mesazhi për tifozët para ndeshjes së 100 do të luftojmë deri në fund. Kategoria superiore, ndeshjet që luhen sot, Vora Dinamo, Vllaznia Tirana Elbasani Bylis, nesër Partizani Egnatia, Teuta Flamurtari. Sot dhe nesër luhen dhe ndeshje në kategorinë e parë. Klasika ora 17, Vllaznia për Aratin, Tirana do ringjalljen. Kundër Bylisit, Gvozdenovic Elbasani im kthehet i vendosur fitoria si detyrim. Zhvillimet nga arena ndërkombëtare, të paktën me ndeshjen që luhet sot, Itali, Allegri para Pizës, jemi me këmbë në tokë. Milani është kryesuesi përkohësisht kryesuesi momental i Serie A dhe sonte pret Pizën në San Siro, ndeshje të kampionatit. Shumë shkurtimisht dhe me shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet, rikthehemi në studio për të vjuar edhe me shqiptarja.com. Okej, kolegë në regjim thonë që kemi një tjetër bisede, marrim edhe bisedën, por shkurtimisht ju lutem, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zoti Muhamet, përshëndetje. Zoti Andi, mirëmëngjesi. Ditë fundjavë të mbarë të uroj se premte jemi sot. Më thuaj, çfarë merakë pas ke kështu? Shumë faleminderit se është premtja ime sot, sepse pres Milani që të luajë në orën 9 paqarek me Pizën, që dalim edhe 4 pikë përpara grupit tonë. Megjithatë, do të flasim diçka për çështjet e ditës. Sa shumë ti mu më vjen një zakonisht ke. Sa shumë tifozin Milanit çënke po që. Jemi kuqezi. Po, ata të Pizës janë zikaltër ata, gati si derbi, kështu që mos e merrni shumë të lehtë. S'ka gjë. E pranojmë. Të lutem, mbaj pak më mirë telefonin, largojeni pak, zoti Muhamet, largojeni pak. Okej, aty jeni problem. Po, më thuaj. Po ne po shkojmë 11 majën e 2026 sa loko prapë në zgjedhjet. Jo komisioni, jo BDU i dirit, jo këto, jo ato. Po ato e këshillimore, më zoti Andi, ato e dy pse lodhen kot. Ato çfarë do që të thonë, zgjedhjet kanë përfunduar, ato përgatiten për zgjedhjet e 2030-s ashim. Ti harrojnë ato kurma. Se është kohë e humbur kjo, është kohë shumë e humbur. Prandaj them unë, më vjen shumë keq, po. Është kohë e humbur Andi. Okej. Diçka tjetër? Shumë shkurt. Unë falenderoj shumë. Jeni të mrekullueshëm, edhe inshallah gjithçka ditë më mirë që vjen edhe më mirë do shkoj për Shqipërinë e dashur. Faleminderit, shpresojmë shumë gjithë të përshëndes për telefonatën nga Italia. Ditë dhe fundjavë të mbarë. U rikthehemi në studio dhe vijojmë në këto momente dhe do të shohim pak shumë shkurtimisht lëvizjen që rregullimin e ato mjeteve ka apo jo në ndryshim, komunikim me Eldin nga Taxi Lux Albania sërish. Eldit, përshëndes edhe një herë, vetëm shkurtimisht lutem çfarë situate kemi me lëvizjen e mjeteve në kryeqytet. Cili është trendi, sepse besoj do të fillojë dalja jashtë Tiranës, megjithëse ndoshta koha nuk premton shumë edhe mund të jetë me pakët për momentin. Po Andi, përshëndetje sërish, kemi shumë trafik në lidhjen e dytë, mbyllim javën. Po thoj se më shumë ka anuar nga situata nga precedenti trafikut edhe gjithë java, edhe sot mbyllim me shumë trafik, 3 akset kryesore, shumë probleme, kombinat qendër deri Pallati Meshiqet trafik i rënduar, unaza madhe me shumë probleme që nga lidhja e parë vazhdon Pallati Meshiqeta, as tir për dalë jashtë Tiranës duhen 35 deri 40 minuta. Kemi lëvizjen nga Instituti Bujqësor deri te kthesa Karmës e bllokuar. Dhe lëvizjet që vjen nga për te sheshi Ponjës, semafori Laprakës dhe Lord Byron, për momentin kanë dhe rrethit Zoguzi kanë trafik, rruga Elbasanit, varrezat e dëshmorëve, Fakulteti Ekonomik, Ambasada Amerikane, George Bush, shumë ngarkesë, unaza, shumë probleme, Shkozë,
rrugë Elbasanit e bllokuar gjithë bulevardi Zhandar. Imagjino Andi, domethënë përballë martesitetit, më poshtë martesitetit i ri me drejtim kryqëzimi rrugës Elbasanit, shumë probleme. Krau tjetër vazhdon 3 kryqëzime farmacia 10, kryqëzimi Don Boscos, dhe Unaza Vogël me shumë probleme rrugative zot Xhatastim dhe Suleman Pasha. Trendi është në vazhdim Andi deri në orën 10 do jetë trend, pra do ketë shumë trafik mbas orës 10 deri në orën 12 është orari më pozitiv që mund të ketë dita e sotme, qarkullim normal, pas orës 12 deri në orën 18, pra nuk do ketë më intervale, pra do ketë gjithmonë trafik në orën 12 deri në rreth orën 18, pritet që të ketë lëvizje pa ndërprerje të trafikut. Kjo është panorama, jemi mbi 30.000 në qarkullim, hapësira mbi gati 70% e Tiranës është me trafik të rënduar. E kuptoj. Mira, dhe faleminderit, përshëndes, të uroj fundjavë mbar. Në vonë në studio është bashkuar zoti Ergjis Sefa, ekspert për ekonominë. Mirëmëngjes, faleminderit që për më ftesën dhe jeni në Report Televizion me gjitha në shtypin e ditës dhe jo. Pak herët. Është pak herët të folur për ekonomi, por gjithmonë ja vlen. Unë ju thash me batut se prandaj bëra publike diçka të tillë që po ta nisësh ditën mirë apo shëndetshëm ekonomikisht, domethënë besoj çdo qytetar nis me më shumë energji, e çon deri në fund të mbrëmjes. Zoti Sefa, duhet të diskutojmë pak në lidhje me këtë rishikimin e buxhetit. Është diçka normale sepse ne shohim që çdo vit bëhet një rishikim buxheti, ndoshta edhe në fund të vitit. Çfarë është eksaktësisht një rishikim i buxhetit dhe le të themi ndarë disa fondeve, i hiqen një dikasteri, jepen dikujt tjetër. Çfarë do thotë kjo? Është një procedurë dhe një traditë normale që vazhdon prej shumë vitesh tek ne, në fakt ka një të mirë dhe një të keqe. Ka atë të keqen në thonjza që tregon që dikasterët dhe institucionet fshëtërore në përgjithësi nuk kanë arritur të realizojnë si duhet planin të cilin e kanë bërë në fillim vitit. Sepse normalisht në planin që bëhet në fillim vitit, ato duhet ta kenë deri në fund të vitit të qartë çdo shpenzim dhe çdo investim që ato bëjnë. Fakti që nuk arrin t'i bëjnë dhe për të mos t'i humbur këto para, për të mos t'i djegur në fund vitit. Sepse ato janë alokuar, janë deri. Sepse mënyra si funksionon buxheti i shtetit është që nëse ti nuk e realizon, nuk i shpenzon deri në fund vitit, nuk transferohen shumica në vitin tjetër, por digjen, pra humben si fonde, atëherë i rialokojmë në ato dikastera apo institucione të cilët kanë nevojë ose mund t'i përthithin në këto muaj të cilët kanë mbetur. Pjesa mirë është pikërisht kjo, që ka institucione të cilët mund të kenë nevojë edhe për pak më shumë para krahazimisht me planin, sepse po performojnë më mirë, kështu që mund t'i harxojnë dhe mund t'i çojnë në shërbim të qytetarit. Dhe po të shikojmë rialokimet që bëjmë aktin normativ, pra me rishikimin e buxhetit, do të shikojmë që shkojnë kryesisht pak drejt pensioneve, bonusi për shembull do të jetë një nga ato që do jetë përfitues, bonusi fundvitit për pensionistët, dhe drejt infrastrukturës për ato vepra të cilët tashmë janë në procedurë, janë në ndërtime sipër dhe që ato mund të përthithin gjithmonë në më shumë fonde. Një fond fakt për 30 milionë euro ka marrë Alp Control, po ajo është edhe diçka tjetër. Pjesë infrastrukturës Pjesë infrastrukturës, po. Shëndetësia, mbrojtja në infirmërinë ato që janë penalizuar, do të thotë që këto ministrinë nuk është se kanë performuar mirë, apo nuk e kanë bërë gjithë shpërndarjen e planit që kanë pasur edhe... Eksakt. Shiko, mund të ketë edhe arsye objektive pse një dikaster nuk arrin të performojë si duhet krahazimisht me planin, sepse janë dhe faktorë të tjerë të jashtëm që mund të ndikojnë në këtë pikë. Por, pikërisht këta institucione të cilët nuk kanë arritur shpenzojnë ashtu si duhet atë që ishte planifikuar. Dhe këtu pastaj fillon problemi i vërtet, që tashmë ne kemi një eksperiencë gjatë në programimin buxhetor, edhe në programimin buxhetor afatmesëm, e famshëm PBA që quhet në gjuhën teknike. Pse akoma ka institucione të cilët nuk arrin të shpenzojnë apo të investojnë, të kryejnë investime planin, se ata kanë bërë plan në fillim të vitit kur kanë marrë buxhetin. Dhe kanë bërë po vetë këto institucione, nuk është se është imponuar nga dikush tjetër. Mund të jetë një herë apo dy herë ku mund të pretendojmë që faktorët e jashtëm mund të kenë ndikuar në këtë gjë, po është në mos gaboj 15 apo 16 vit që ndodh një rishikim buxheti, që në qeverinë Berisha 2, do të thotë që kemi të bëjmë një problem institucional të performancës. Pjesa që edhe atyre që ndjekin ne dhe përse pjesa që është më shumë e diskutuar, më interes është edhe kjo e pensioneve. Me gjitha dhënat që ne kemi arritur është që fondi për buxhetin, ose më saktë buxheti, fondi për
bonusin e pensionistëve, ishte parashikuar diçka tek 37.5 milion euro, nëse e themi me shifra, dhe shkon 97. Pra ka gati një 2.5, 2.6 fishim. Me këto përllogarit në këto shifra kemi përmendur, nuk di që bonusi mund të jetë tek 10 dhe 15.000 lekë të reja. Paka shumë. Kështu i bie? Eksakt. Me numrin e pensionistëve dhe përfituesve që janë aktualisht do jenë deri në fund vitit, pritet që të kenë, po ta themi me terma më thjesht 100 deri 150.000 lekë, po 100-150.000 lekë vjetra, edhe unë këtë e përdor në fakt, kështu e kuptojnë edhe popullata. Është një mënyrë për ta stimuluar dhe një farë mënyrë për të le të themi për të thojë shfaqsuar kundrejt faktit që ne nuk patëm një rritje strukturore, mos harrojmë vetëm para pak ditësh, qeveria mori vendimin që do të kemi vetëm indeksim dhe bonus. Dhe vetëm bonusin, dhe nuk do të kemi në këtë vit fillimin e rritjes strukturore, pra rritjes së shive çdo muaj tek pensionet, për arsye të saj. Dhe ky bonus jepet pikërisht në një farë mënyrë, është si puna e shiringës, le të themi, ose e ilaçeve momentale, që përdoren në trupin e një smuri për të dhënë një boost momental derisa të fillojë shërimi vërtet, që është në fakt reforma strukturore. Ka disa kohë që përflitet për një formë të represionësh, ma ka dhe një studim mirëfillt në Bankës Botërore me specialistët e institucioneve shtetërore. Tashmë studimi ka mbaruar fizibiliteti dhe topi është në duart e institucioneve përkatëse shtetërore. Dhe po hartohet edhe për ligjëri, po edhe plani se si do tjetë kjo reformë e strukturore në pensionet. Unë shpresoj që ta fillojnë që në mars-prill të vitit tjetër, sepse do ishte afati ideal për ta bërë. Të mos harrojmë që kemi një... Po mund të fillojë me efekte? Që nga mars-prill? Jo, kalon ligjin parlament, efektet do të fillojnë në qershor, në korrik, për në momentin që miratohet ligji gjysmën e dytë të vitit. E kuptoj. Për rëndësishme është që të paktën të kalojë dhe... Është shumë e rëndësishme që të formohet... Sa më shpejt më mirë është. Eksakt, sa më shpejt edhe sa më e mirë strukturuar, sepse nuk është halli vetëm ta kalosh në mënyrë të shpejt, por duhet ta kesh dhe të mirë strukturuar sepse efektet që shtrin janë në dekada dhe është një fondi pensioneve, sigurim shoqëror janë një efekt i cili gjithmonë shkon shumë afatgjat. Dhe ky pastaj është edhe problemi me matika, sepse në momentin që ke një fond dhe ke një procedurë e cila zgjat me dekada në efektet që ajo jep, do duhet që edhe furnizimin, thojë zametar pra që ke të jetë gjithashtu i shtrinë të njëjtën kohë dhe gjithmonë duhet të jetë më në rritje se sa përfitimet. Këtu pastaj dalim tek një nga problemet themelore të pensioneve tek ne, që ne sot kemi për çdo përfitues që merr pension kemi 1.17 kontribues. Është një raport jashtëzakonisht i ulët. Në mënyrë që ne të kemi një skem shumë të mirë, efikase, do duhet raporti të jetë mbi 1 me 3, pra 3 kontribues për një përfitues. 3 kontribues, 3 punonjës, 3 që pagojnë sigurime shoqërore më shumë se sa shëndetësore. Shoqërore në këtë rast për pensionet, madje duke për t'i paguar me vlerat reale që marrin paga dhe jo me deklarimin e pagës minimale që pastaj hyn ke elemente informalitetit. Dhe kjo në Shqipëri është jashtëzakonisht e vështirë për të arritur në vitet që vjen, sepse do duhet të kemi një forcë punëtore më dinamike, më të madhe dhe me gjitha me paga që pagohen më shumë. Njerëzit nuk, dhe me të drejtë, thonë se nuk ka pse ç'më duhet mua, por nuk e kuptojnë që në mënyrë që të kemi një rritje organike të pensioneve, do duhet që të rriten edhe të ardhurat në mënyrë organike. Do të thotë që pagat të cilët deklarohen duhet të jenë strukturalisht në vlerë më të larta. Kjo bëhet vetëm duke favorizuar ato sektorët të ekonomisë, të cilët vërtet prodhojnë pagat larta, ndërkohë që ka sektor tjerë si fasonët, për shembull, që deri më sot kanë përdoruar paga minimale. Dhe kontributi është minimal. Ka pasur se, domthonë, ajo është zgjedhje e qeverisë, por edhe një telefonues pak më parë tha që pse të bëhet kjo diferencë, se bëhet fjalë për bonus. Dhe pse të bëhet ky diferencim ajo 200.000 lekë që është marrë, le të themi, pse 150 apo edhe 100, sepse në njërin në fakt ka diçka, njëri me një pension 195.000 lekë të vjetra, do të marrë bonus 150.000 lekë, dhe ai që ka për shembull 205, vetëm 10.000 lekë të vjetra është diferenca, do të marrë 100.000 lekë bonus. Në optikën tuaj, në mendimin tuaj. E vërtetë është, por statistikisht kjo është statistikore, në fakt edhe vërtetë është, por numri atyre të cilët e kanë kaq të afërt është shumë i vogël. Shumë i vogël. Fatkeqësisht neve sot, në skemën e pensioneve kemi diferencat mëdha. Kemi një numër shumë më të përfituesve që janë edhe me ato që quhet pensioni social, pra minimal fare, 100.000 lekë, 120.000 lekë, 140.000 lekë vjetra. Dhe këto janë pjesa më e madhe. Dhe kemi dhe më pak të cilët shkojnë te 300, 320, 350 e më sipër.
Dhe normalisht diferencimi bëhet që këto të cilët dhe në numëren më shumë përfitojnë minimal, nën 200.000 lek, po nën konsiderueshëm, pra 120, 110, 100... Nën gati dy fishin e asaj. Eksakt, këto të kenë mundësi të përfitojnë më shumë, sepse këto kanë dhe nevojën më të madhe. Ndërkohë që ata të cilët marrin 300-350 të kenë bonus në tyre, por ama nuk është se kanë daq nevojë, kanë nevojë patjetër, por krahasimisht me aty që merr 100.000 lek, nevoja është shumë e vogël. Nëse do të ishte e barabartë tek të gjithë, atëherë këtu mund të ishim edhe në kushtin thonë se një padrejësie, sepse dikush që merr 100 dhe i rritet 150 të dyve, po themi. Po, edhe ai që merr 250, pa ai që merr 300 i shkon 450, domethënë diferenca është pothuajse dy fish. Dhe kjo është zgjedhur një mënyrë dhe për të zbutur, për të ndikuar tek efektet e zbutjes së varfërisë, të themi sinqert. Po, diçka ishte interesante që ditën e djeshme për shembull një mik i programit, një telefonues në Shkodra ma përmendi që ne me këtë bonus jemi në nivelin e bonusit të vitit kaluar, mos gaboj, me 100.000 lek të vjetra dhe me 150.000 lek të vjetra. Dhe kur të prillit. Të prillit, po vitin e kaluar në fund vitit ishte 50-100. Po, 50-100 dhe jemi me nivelin e prillit. Dhe kur ne, edhe unë ju bëra me dije tani që fondi i parashikuar ishte 37.5. Në momentin që për shembull nuk do të rritej ky fond, atëherë do të kishim bonus gati si fund viti kaluar, që ishte 50, edhe kështu që dhe do e kishim pothuajse të barabartë, mund të kishim 50 dhe 70, pra do ishte shumë i afërt. I vogël dhe i afërt me për gjitha. Kështu që mendimin e parë, qeveria e dha për pensionistët në buxhetin me 50 dhe 100, apo me 50 dhe 70, dhe ndodhi ky rishikim i buxhetit që pak a shumë po shkon në nivelin e muajit prill. Bonuset janë tërësisht në varësi të realizimit të ardhurave. Pra nëse ti realizon të ardhurat mirë apo mbi planin, siç ndodhi edhe si vjet me luftën që u bë kundrejt informalitetit, që u shtuan numri deklarimeve me paga më të larta, pra u rritën të ardhurat si pasojë, ti mund të japësh bonuse gjithmonë më të mëdha. Po prapë theksoj, pa u kryer reforma e plot strukturore, pensionistët do ta kenë vështirë që të shohin çdo muaj një rritje graduale. Sepse besoj dhe ato preferojnë... Se është ajo që mbetet, nuk diskutohet. Padyshim, besoj dhe ato preferojnë që të kenë më mirë një rritje graduale çdo muaj, sësa të kenë një të mbledhur në fund vitin. Idealja fare është të kishin të dyja, një kombinimi të dyjave, në mënyrë që edhe ato jo vetëm të dinin nga varfëria, sepse pjesën e madhe e tyre janë në rrezik për varfërinë, ne e dim tashmë nga shifrat dhe nga studimet e Bankës Botërore dhe FMN-s, por duke u rritur edhe të ardhurat që ato marrin si pensionist, shkojnë të gjitha kryesisht në konsum, pra është një cikël pozitiv për ekonominë që fillon në lëviz. Nuk e di, ndoshta themi një detaj tjetër për izë vërtetës. Janë diçka më shumë se 760.000 pensionistë. Për raportin me popullatën dhe raportin e atyre të punësuarve që derdhin kontribute. Është pak e madhe kjo shifër, dhe një nga arsyet që nuk jemi fort mirë me letemi pagesë apo me nivelin e pensioneve. Kjo është një ndër themelet kryesore pse ne nuk jemi, një nga arsyet kryesore pse ne nuk jemi mirë me skemën e pensioneve. Numri është i lartë i përfituesve, mos harrojmë që rritet çdo vit me 15 deri 19.000 të rinj që dalin në pension dhe i futen skemës. Dhe nga ana tjetër kemi një numër, sidomos të 10 vjeçar të fundit, gjithmonë më të lartë profesionistësh të rinj dhe fresh që largohen nga vendi. Problemi themeltar i largimit të të rinjve, apo kryesisht i popullatës nga vendi, i forcës punëtore, nuk është thjesht që po mungojnë në tregun e punës vendas, i cili gjithashtu është i rëndësishëm, por është sepse, sidomos të rinjt dhe të rejat, kontribojnë në mënyrë më afatgjatë. Pra një ri apo e re ka më shumë vite punë përpara se çka një person që është në 50, dhe do kontribojë dhe më gjatë. Dhe mbi të gjitha ne po na largohen edhe pjesë e shoqërisë që bën punë me vlerë të shtuar, pa dashur të bëjnë një krahasime me nivel të tjerë të punëve. Çfarë do të thotë punë me vlerë të shtuar? Do të thotë që me produktivitet më të lartë, do të thotë me nivel të ardhurash më të lartë, do të thotë me kontribute më të mëdha në skemë, dhe kjo ndihmon edhe pensionistët më pas. E thënë më thjesht, sepse në njërë, nëse dikush bën, nuk di, një punë të mirë, sepse ne kështu e themi në përditshmëri, po që merr një pagë më të lartë, le themi pensionistë apo dikush tjetër, po me të gjitha pensionistë dhe ata që janë në prag pensioni, të mos kenë atë zilin apo diçka tjetër, sepse ajo pagë bën që kontribut të shkojë në pension e tij, dhe kontributi i këtij që merr këtë pagë të lartë do të shkojë më shumë për pension e tij, dhe kjo është rrjedhimisht e tillë.
E sakt. Edhe për deputetët këtu që kanë pagë më të larta shkon ose jo, po kjo nuk është argument për të shtuar numrin dhe pagën e deputetëve, që të krahasojmë. Ne duhet të shtojmë inxhinierët, sidomos sektorin digjital për shembull, duhet të shtojmë prodhuesit. Patjetër, ajo ishte pak për batut, sepse paga e deputetëve është ajo që më njëherë gjithë secilit i shkon. Mos ta themi dy herë se ndoshta ato mblidhen dhe thonë duke. E thon prapë, po ne dëgjojmë. Me propozimet që pam në media, po e rrisim edhe një herë për të kontribuar tek pensionistët. Për të kontribuar tek sistemi i pensioneve. E kuptoj. 2.5% ishte indeksimi. Në një farë mënyrë për indeksimin është çdo gjë varet nga inflacioni dhe janë duart e lidhura? Eksakt. Tani të bëjmë një krahasim që edhe për publikun që ta ketë qartë. Indeksimi nuk është rritje. Është një detyrim ligjor. Ajo është rritje në masën e pensionit, po jo e ndjeshme. Është një barazim me vlerën e rritjes së çmimeve. Tani këtu fillon problemi ka barazimi, sepse në përgjithësi inflacioni, i cili ishte 2.4% aktualisht norma, matet me një numër në gamë të madhe të produkteve. Ndërkohë që po të shikosh ato që harxojnë ose që konsumojnë pensionistët, kryesisht janë ushqimet shportës dhe barna. Po të marrin vetëm rritjen e çmimeve të këtyre, nuk është 2.4%, do ishte 5 deri në 7%. Që do thotë indeksimi duhet ishte i këtill. Dhe indeksimi këtë synon që duke qenë se janë rritur çmimet, do tentojmë të barazojmë ty në fuqi blerëse me këtë që ke. Ndoshta ka ardhur momenti që duke qenë se ne e dim tashmë çfarë konsumojnë përgjithsisht pensionistët. Që bëhet në këtë mënyrë. Nuk është se pensionistët konsumojnë naftë apo gaz me shumicë. Mënyrë që ne ta llogarisim dhe rritjen e çmimit të tyre me një gamë të gjerë produktesh. Ne po ta fokusojmë në këto produkte dhe të kemi një indeksim të vetëm të kësaj pjese, besoj do të ishte më përfituese dhe më beneficiale për pensionistët. Pastaj, përveç kësaj, kjo nuk mund të ndalohet vetëm këtu. Pra kjo është vetëm fillimi. Përveç saj duhet të shkojmë në një kombinim të rritjes strukturore dhe bonuseve, sepse indeksimi është thjesht barazim. Në fundit fare diçka do të pyes për monedhën e përbashkët europiane euro. Fundi tetorit gati nëntor, por sërish nivele shumë të ulta. Pse vijon të ndodhe dhe çfarë është leku i fortë, do thotë. Leku i fortë, po. Patjetër, ajo përkthehet. Do thotë që ne kemi një sasi euro në treg në qarkullim për vend si Shqipëria, më thonë të frikshme. Të frikshme. Dhe të mos harrojmë deklaratën dhe dhënat që na e Banka Qendrore dhe e tha dhe guvernatori në konferencë para një jave në Mozaboj që Banka Qendrore ka tërhequr nga tregu, ka blerë pra rreth 980 milion euro në këtë vit. Do të imagjinoni se çfarë ka. Duke llogaritur dhe informalitetin. Vetëm kaq që ka blerë Banka Qendrore. Eksakt, llogaritet që të jenë dy fish i kësaj. Dhe për sa kohë që ne do të kemi një fluks të këtill të madh të euro, sidomos në pjesën cash, do të thotë llogaritet që në Shqipëri paraja cash të jetë rreth 4 deri në 4.2 miliard euro në vit. E gjitha, jo vetëm euro, po e gjitha, po e konvertuar në vlerën euro. Është një shifër e madhe. Dhe ndoshta një nga arsyet se po shtyn qeverinë edhe drejt pjesës asaj quhet cashless, pra përdorimit paras në formë jo cash, është edhe lufta ndaj pikërisht këtij lloji informaliteti. Ergjes, faleminderit. Faleminderit kënaqësi, edhe i mbritur gjithmonë në program, mbi gjitha një sqarim shumë mirë detajuar, në fakt besoj edhe për ata që na kanë ndjekur tek çështja e pensioneve. Ditë e fundjavë të mbarë uroj. Gjithashtu edhe ju. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, mbritëm në fund programit Shtypi i ditës dhe ju mëngjesin e kësaj të premte, vijoni me Report Televizion.